universi nuk nxiton. Kur diçka nuk na ndodh ashtu siç duam ne, siç e mendojmë ne, neve themi e humba davan. Por ajo nuk ishte për ty, nuk ishte e jotja. Ajo që është për ty, kur të kaloj ty pranë, do qëndroj aty dhe s'do lëviz më, se është caktu për ty. Besojeni këtë, është e vërtet. Ndoshta ajo punë që ti nuk e more dot, do të kishte konsumuar ty si njeri. Ndoshta ajo marrëdhënie që mbaroi, do të kishte shkatëruar si person. Ndoshta ajo mundësi që ty t'u mbyll, po të hap një derë tjetër, më të madhe, se ajo që iku. Populli thot një fjalë tjetër turp, mos e qaj atë që se ke, si se di se çfarë të ruan Zoti ty. Sepse, sot, ti po qanë për diçka, por ndoshta po qanë për diçka që nesër do falenderosh Zotin shqyqur që nuk e more. Rruga do të hapet pak nga pak, mos u mërzit. Duro, durimi është zgjidhja, durimi është çelësi i Florin që i hap dyert.